fakt, në qofë se i malit zi u mbyll, u votua dhe u mbyll, si që keni marrë vesh, i Shqipëris mbetin klasë, mbetin shqyrtim, sepse një seri vendesh ngritën një seri pyetjesh. Një seri pyetjesh shumë serioze. Të lidhura parazgjithash me imunitetin e Lubi Ballukut, me Akshin, me mediat, me krimin dhe një seri problemesh tjera. Pra, Malizi u votua. Shqipëria nuk u votua, sepse vendet partnere, vendet antarët Bashkimit Evropian, jo partner, vendet antarët kanë bërë një seri pyetjesh dhe presin përgjigje. A konfirmoni që do t'jeni ju kandidat në garën e 23 majit? A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë? Po si e bërë këtë pyetje? Kaq, përgjigje. A bjen ndesh me statutin, me nenin 46.8 të statutit Partisë Demokratike, nenin e quajtur nga ju, neni Basha, pjesëmarrja ju në garë? Ka lidhje, po, shumë bukur. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Në qoftë se ka një realitet absolut të pa diskutueshëm, është zgjedhjet ishin farsë elektorale. Pra, sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë atij që udhëheq të largohet, t'ja dorëheqen. E them, e kam thënë dhe ta them. Farsa elektorale është tjetër, është detyrë të luftoj diktaturën pastaj. Duhet luftoj dhe ne e bëm luftën tonë dhe po e bëjmë në kuptimin që ne farsa elektorale ishte 21-shi. Ta them unë. Po absolutisht. E kam shkruar dhe i qëndroj 100%. Vota vdiq pa hyrë në kuti. Po ai zotëria e kishte mendjen koalicion të madh me Edi Ramën. Nuk kishte mendjen të mbronte votën e qytetarëve shqiptar. Kjo është e vërteta. Dhe unë ja thash atij, të nesërmen, kjo është farsë. Ne duhet mbrojmë votën e shqiptarëve. Pse është farsë? Dhe mos harroni 21-shin, Edi Rama nuk kishte arrestuar liderët e opozicës në vit elektoral. Në 21-shin, Edi Rama nuk dha 100 euro në mes fushatës elektorale. Në 21-shin, Edi Rama nuk fali 2 miliard euro kredit para zgjedhjeve Gjoba dhe Kamata. Në 21-shin, Edi Rama nuk licensoi 28.000 hektar mbjellje kanabisi. Në 21-shin, pra, nuk organizoi 4.530 evente në periudhën parazgjedhore. Por, bëri aq sa mjaftueshëm sa të deklaroj që vota vdiq pa hyrë në kuti. Pse? Dha 130 milion euro disbursime nga thesari i shtetit në kontot e 10-12.000 familjeve për dëmet, me remetimet e dëmeve të tërmetit. Dhe kjo ishte mjaftueshme. E bëri këtë në muajin prill. E bëri 90 milion i dha në muajin prill, 40 milion i dha në muajin mars, pra e bëri në prag të fushatës. Dhe kjo është e mjaftueshme. Përveç të tjera është sistemit patronazhistëve të tjerë me bandave të tjerë të cilat ishin aktive. Pra, edhe 21-shi. Po problemi është se ti duhet ta faktosh. Dhe ai që ishte para meje, ai nuk ishte normal ta faktonte, nuk i interesonte sepse kishte nda pushtetin me Edi Ramën, kishte bashkem në ndarjes pushtetit. Kjo është e vërteta. Një grup pune me 10 antarë me në krye Gazmend Bardhin për të parë ndryshime të mundshme statutore
në kuvendin e 6 qershorit, a do tjetë një prej neneve që të ndryshoj neni 46.8 jashtë të quajturi nga ju neni Basha? Ajo nen nuk kap se të pësoj asnjë ndryshim. Ai bën fjalë për zgjedhje. Dhe unë edhe njërë mund të them. Njërë, në radhë parë, ndryshimet e statutit janë një proces normal para çdo kuvendi. Në çdo kuvend se ka propozime, vinë propozime të ndryshme dhe je i detyruar të shqyrtosh ato. Kjo njëra anë. Ana tjetër, ai ne nuk ka pse të ndryshoj, sepse ai thot zgjedhje. Dhe zgjedhjet ka një gjë. Nuk janë vetëm një, domethënë, vlerësimi i tyre nuk është vetëm kombëtar, vetëm politik nga partit. Ka vlerësim ndërkombëtar. Të jap një shembull unë ty. Zgjedhjet e vitit 2009 u vlerësuan, thuhet me raportin, këto zgjedhje plotësuan kriteret kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve dhe kjo ishte merite e tyre. Kurse po t'jap raportin, po t'jap 2 konkluzione, Këshilli i Europës u shpreh se në Shqipëri në këtë zgjedhje duhet të ndahet partia nga shteti. Kaq mjafton, pra zgjedhjet janë në kushtet e partisë shtet. Çka? Nuk bëhet fjalë ma për zgjedhje, po për farsë. Apo në Parlamentin Evropian, siç e dini ju, kryetari delegacionit të Parlamentit Evropian që vëzhgoi zgjedhjet konkludoi se në Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacion në pushtetit. Atëherë pra nuk ishin zgjedhje në farsë. Kështu që ky nen, mendoj unë, nuk duhet të preket. Grupi i punës e sugjeron ndryshimin. Po, unë nuk besoj të sugjeroj asnjë ndryshim, sepse grupi i punës ka, ne jemi në njëjtin koncept, aty janë bërë propozime tjera, kurse ky nen është shumë normal, humbja e zgjedhjeve në kushtet e zgjedhjeve që respektojnë standardet ndërkombëtare, absolutisht ai që drejton duhet largohet. Do huazoj dhe një pyetje nga kolegët që është bërë gjatë këtyre ditëve pas vendimit të kryesisë, ku kanë pohuar se garimi juaj sërish për kryetar të Partisë Demokratike ka vdekur rithemelimin. A vdiq rithemellimi që në 2021? Kush e thot këtë? Janë disa analistë në themi. Jo, nga zyra e Dirams, këto më thu mua. E thashë në fillim që nuk është pyetje ime, është e huazuar. Prit, shkaqja nuk e kam problem unë atë. Po këtë e përhap Edi Rama, ndiqoti. Zyra e tij i përhap. Që po kandidoj rithemeluesi, rithemelimi vdes. Po ka absolutet më të madh mbi tokë. Sikundër u thot, dëgjoni thot. Zgjedhje thot, po dha dorëheqjen Sali Berisha, zgjedhjet nuk fitohen. Por me Sali Berishën zgjedhjet nuk fitohen. Mund të dëgjoni ju marrëzira të tilla, i hap të gjitha zyra e tij. Pse i hap? Sepse çfarë fiton ai me këtë? Se fiton se në një fjalë, në një frazë fut 2 herë fjalën zgjedhje. Pra, për të ngulit mendjen tek tjerë se ky bën zgjedhje, ky bën farsë. Ky nuk bën zgjedhje, bën farsë elektorale. E kupton? Janë që të gjitha bëhet një betejë midis atyre që besojnë në votën e lirë dhe që e konsiderojnë votën e lirë kushtin më themelor të demokracisë dhe atyre që shpërblehen nga Edi Rama dhe që janë tellall të farsës elektorale. Por nuk janë kolegë të mi këta, s'është e vërtet, asnjë prej tyre nuk e thot këtë, se ata kanë të njëjtin koncept. Pra, kjo është, këtë se kisha një gjukë, se kjo është shumë interesante kjo, që po kandidoj rithemeluesi, rithemelimi merr fut, kjo që e bukur shumë. Faleminderit.